Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Tradecast Albania, si çdo javë jemi këtu për të diskutuar në podcastin ton për tregjet financiare, do të analizojmë kriptot, Bitcoin, Ethereum në veçanti, do të shikojmë pak stocks, mallrat dhe do të flasim edhe për ngjarjet dhe eventet ekonomike që kanë ndodhur javën që lan pas, edhe javën që do vinë. Ke pasi javë me tension tregje, me tension gjeopolitik, por do t'i diskutojmë. Nuk është me ne sot Irdi për shkak të disa problemeve që ka patur, edhe do ta incizojmë vetëm unë me Henry. Përshëndetje Henry. Përshëndetje Kleo. Po, ka qenë një javë shumë temi interesante nga ana gjeopolitike. Vazhdon volatiliteti. Jo vetëm të tregjet, por edhe të ndoshta edhe të politikat globale me Trumpin duke krijuar situata të ndryshme gjeopolitike në për rajonet e tjera, por dhe me temi dhe nazi dhe në Amerikë vetë po krijon këto probleme me tarifat, gjëra të ndryshme që po krijon. Kështu që është një treg që pak a shumë bazohet te politikat e Trumpit, politikat gjeopolitike, të ngjarjet të ndryshme që po ndodhin çdo ditë. Duket se u themi çdo javë që është një javë shumë e rëndësishme. Edhe kjo javë dhe një javë që do kemi normat e interesit të Bankës Qendrore Amerikane, dhe pa të duhet flasim pak, por po shikojmë shenjën që ndoshta nuk kemi ndonjë shpresë për ndonjë lirim ose çlim kapitali. Në treg çdo ditë është e rëndësishme, kështu që nuk ka shumë lidhje. Po formimi i çmimit tregon edhe paraprin atë informacioni që do dalin nga ato që ne presim, për shembull nga lajmet kryesore. Unë shikoja atë ditë që ndodhi ngjarja me luftën midis Izraelit dhe Iranit. Isha ulur në kompjuter, po ishte vonë, faktikisht. Përpara se dilnin lajmet që, sepse në fillim doli një lajm që 2 zyrtar amerikan kanë thënë që Izraeli do ta sulmojë Iranin dhe ne kemi diskutuar bashkë para një jave që kam thënë që nëse zyrtarët amerikan dalin dhe thonë që Izraeli po përgatitet për të sulmuar Iranin, atëherë ne duhet lozim goldin long edhe naftën. Kemi diskutuar, kemi ndarë edhe grupin Telegram, ka qenë një bisede jone. Edhe a ditë isha ulur për shikoja pak formimin e çmimit e goldi, ishte perfekt për long. Më thënë dhe kontrollova mos del një lajm në një gjë, nuk ishte asnjë gjë. Edhe në një moment vura i porosi për long dhe unë e kapa atë momentin e luajta goldin. Dhe doli ky lajmi që 2 zyrtarë amerikanë japin lajmin që Izraeli do sulmojë dhe pastaj ndodhi dhe sulmi direkt pas 10 minutash. Dhe pati edhe shpërthime. Ne do të them që grafiket na tregojnë çdo gjë, nëse ne dim të shikojmë, të lexojmë në mënyrën e duhur, do të japin ose do të paraprin ty edhe gjërat që ndodhin. Prandaj edhe ne parashikimet i bëjmë pak, domethënë kemi probabilitet më të lartë për të gjetur të sakta parashikimet se sa. Po normalisht janë dhe këto rastet shumë të pa parashikueshme kur del Trumpi dhe flet edhe kemi këto lëvazje të drejtë. Po. Po, ne kemi diskutuar që ishte një mundësi kur po flisin për këto gjëra që një mundësi të nafta, të goldi, ti qellove që ishte zgjuar dhe ishte gati aty të chartet ku se unë isha në gjumë, kështu që nuk e kapa, por janë gjëra që ndodhen, nuk mund të jesh pranë kompjuterit gjithë ditën. Gjë që do thoya është që kjo lufta ose konflikti është një konflikt që edhe mund ta parashikoje me diskutimin që u bënte Trumpi me Iranin, edhe me kërcënimet. Prandaj që po ishte pak i kujdesshëm edhe ishte në pritje. Jo vetëm të chartet e Bitcoin, jo vetëm të chartet e goldit dhe naftës kemi parë këto shenja, po kemi parë edhe chartet e Bitcoinit, Ethereum që patën këtë rritje momentale nga 100.000 Bitcoini dhe më sipër dhe pastaj dukesh sigurisht edhe thjesht një blerje falso. Edhe tregu sigurisht kishte më siguri për të vazhduar më lart. Kjo ka qenë që kemi parë aty, kemi parë edhe tregjet e aksioneve një ditë gjëra.
Një gjë që do e shtoja unë dhe kam shtu dhe te Telegrami është që edhe mos të ndodhe ky si event, tregu do kishte rëm pak, do kishte ulur pak sepse volatiliteti i VIX-i ishte aq i ulët që çfarë do lloj ngjarje që do vinte këto javë do shkaktonte një shitje. Edhe s'du ta shikojmë si një crash, mund ta shikojmë ndoshta si një dip që duhet kishte ardhur tregu gjithsesi. Edhe ndodhi ajo situata e sulmit në Iran dhe u përdor le të themi si një moment pa sigurie nga tregtarët që të shesin. Unë prisja këtë javë që ndodhte kjo shitje me normat e interesit, dhe ndoshta ndodhet edhe një shitje më e thellë, që ne po shikojmë tani që sot pak më shumë le të themi anim te shorti ose për poshtë te Bitcoini, te Ethereum, te S&P 500, se sa për anën për lart. Nuk shikojmë le të themi një eufori blerje. Edhe logjika është që kur kemi pasur një rritje nga fillimi i prillit deri në fund të majit 25% të aksionet për një muaj e ca. Ose le të themi 2 muaj. Pastaj kemi pasur një rritje diku te 50% të Bitcoini dhe një rritje diku te 100% të Ethereum. Kemi pasur edhe le të themi lëvizjet e tjera te dollari, një rënje të madhe të dollarit gjatë asaj periudhe. Kemi pasur ulje të madhe te nafta. Edhe pa evente duhet të normalizohesh çmimi diku. Do të bi 20% të asaj vlerë që është rritur, ose le të themi 30 ose 50%. Të ato zona që ca tregtar përdorin Fibonacci, ca tregtar përdorin zonat e tjera, për shembull supportet dinamik ose zonat të ndryshme që përdorin, por gjithsesi një ulje te mesatarja e rritjes do të kishte ndodhur. Edhe në atë moment jemi tani. Jemi në atë moment që besoj mund të ulemi diku te 30 ca 50% televizit që bëm nga fillimi i prillit deri te fundi i majit. Edhe mund të jetë diku te Bitcoin mund të jetë diku te 90 ca mijë, 94 më duket tash, ose 97, ose te S&P 500 ndoshta te 5700 ose ndonjë çmim të tillë, se nuk e mbaj mend tani pa grafikat. Kjo është situata. Nga ana jote çfarë mendon ti për Iranin? Ke ndonjë mendim se si mund ndikojë të tregjet në javët në vazhdim? Irani, lufta me Iranin dhe Izraelin mund të ketë mendimi gjeopolitik, mund të ketë ndikim Amerika që mund përfshihet në konflikt, nëse Irani sulmon bazat e Amerikës ose të Anglisë, të Francës që janë në linjën e mesme, mund përfshihet Amerika, mund përfshihet Britania dhe kjo normalisht që do të sjellë pasiguri tek investitorët dhe mund të kemi ulje më të madhe në S&P 500 mendoj unë, por është një skenar që ndoshta edhe nuk ndodh, përderisa Irani normalisht do t'i friksohet sulmeve amerikane. Para 10 minutash, 20 minutash Trump ka bërë dhe një postim që ka thënë që nëse sulmohen bazat e Amerikës, atëherë shteti i Iranit do të shkatërrohet totalisht sepse të gjithë forcat amerikane do të hyjnë në sulm. Po. Mendoj që është një skenar që intereson Izraelit dhe Amerikës, se po më duket sikur Amerika do vetë përfshihet, si dhe sulmi që ka ndodhur, besoj se është me miratimin e Amerikës normalisht, nuk mund të sulmoj Izraeli pa pasur dijeni Amerika ose pa dhënë konfirmimet të tjera. Kjo është një skenar tjetër që mund ndodhë është që Irani mund të mbylli portat e tregtisë së naftës, edhe kjo mund sjellë rritje të çmimit, mund sjellë rritje të inflacionit në shumë shtete, pasiguri ekonomike, mund sjellë më shumë, normalisht shtresat e mesme dhe të varfra dëmtohen më shumë në këtë raste. Rritje të çmimit naftës në shtete të vogla siç përfshi këtu dhe Shqipërinë ose shtete tjera që
ndikohen nga nafta e Iranit, do të sjellë këtë ekonominë akoma dhe më të dobët. Pothuajse gjithë bota është në një krizë ekonomike, duke parë rritjet e çmimeve të shtëpive, rritjet e çmimeve të ushqimeve në ritme shumë të larta nga viti në vit, të qirave po ashtu, dhe rritjet e rrogave janë pothuajse lëvizin shumë pak në krahasim me rritjen e shportit të ushqimeve. Një shtrëngim i xhepave të njerëzve të thjeshtë, njerëzve normal. Dhe kjo thjesht është në dëmin e popullit. Popullit, nuk është. Besoj se ata liderat botëror, siç është Trumpi ose lideri i Izraelit, i Iranit, i din shumë mirë të gjëra, mund është politik shumë e thellë që. Po nafta është pak problem sepse çdo gjë bëhet me naftë, transporti, prodhimi, më thënë duhet konsumosh energji që të kryesh produkte, shërbime, shumë gjëra, ose të ofrosh shumë gjëra të ndryshme. Dhe kjo mund të rrisi pak a shumë kostën e çdo gjëje. Ne po shikojmë dhe jo vetëm te nafta, por edhe te mallet e tjerë që po rriten çmimet. Kafën që kemi tregtuar ne, kakaon. Kafe është përsoj t'i long. Po, me që jemi në temën një tregtim. Moti keq atje në Vietnam. Po. Ka dhënë me resh. Po. Në Ruanda, se më duket Ruanda është më shumë për kafen, që prodhon më shumë. Kjo është situata, do kemi në temi. Për mua është një situatë që pak a shumë e prisja këto lloj çrregullime, sepse kur ka probleme ekonomike një shtet fillon që të bëjë dhe lëvizje gjeopolitike për të ringjallur ekonominë. Një ringjallje e ekonomisë amerikane do ishte një luftë. Sepse do të jepte le të themi një shtys për të printuar kapital, për të printuar pare, për të prodhuar më shumë dhe për të le të themi konsoliduar ndoshta edhe pak fuqi edhe për të kapur ndoshta naftë, burime natyrore të tjera nga shtetet e tjera. Kështu që duke prisja që të ndodhte në këtë mënyrë, unë prisja një recesion, ndoshta për të zgjidhur atë problem krijojnë luftra, situata të tjera. Është ndoshta edhe pak më e komplikuar se kaq. Ka dhe faktorë të tjerë që janë në diskutim, për armë bërthamore, gjëra të tjera që janë në temin që janë bërë diskutime midis Amerikës dhe Iranit, por po e thellësove çdo gjë pak a shumë bazohet te ekonomia. Te paraja, njerëzit punojnë për para, njerëzit lëvizin për para. Mos kishte pare në mes, nuk bëshi shumë gjëra. Edhe kështu që besoj që kjo mund të jetë një lëvizje që është edhe i duhet pak Amerikës, edhe një lëvizje që ka qenë në themi pak edhe në parapritje, sepse janë bërë këto situata me vite, nuk është që është një situatë që është krijuar sot, por ka vite diskutime, probleme midis Izraelit, Iranit ose gjithaj rajoni aty Palestinës, situata të tjera që janë krijuar. Probleme gjithmonë. Po, dhe kështu që janë probleme që janë krijuar me vite. Edhe të thoj që është një gjë që një shtet si Amerika më i fortë gjithmonë do t'i shfrytëzojë këto raste për të le të themi për përfituar, për të fuqizuar veten. Një fuqizim është kjo. Po që kapin Iranin dhe kapin atë pastaj coptojnë naftën si e bën me Irakun. Është fuqizim, si çdo gjë. Kjo është situata me Iranin. Për mendimin tim, du të përqendrohemi shumë nga ana, si ta Kleo, nga ana e grafikut që do na japi çdo lëvizje, ndoshta edhe pak para kohe, sepse grafika na jep psikologjinë e tregtarëve të tjerë. Kur tregtarët e tjerë fillojnë të shesin, ne shikojmë shenjat e para, dhe psikologjia lëviz çmimin. Emocioni të tregtarëve të tjerë, psikologjia të tregtarëve të tjerë lëviz çmimin, jo eventi. Eventi është thjesht
një katalist, një situatë që gjallëron ose jep dëshirë njerëzve që të shesin ose të blejnë, por nuk është, le të themi, gjë që ju do të bazoni që të kapni rastin. Për këtë javë, Kleo, kemi normat e interesit, në i mendim për këtë normat e interesit? Mendimi im është që do mbeten pa ndryshuara, nuk shikoj ndonjë, edhe pse pritesh shumë nga investitorët ose nga retail traders, do ta quaj, sepse investitorët janë pak më të qartë në këtë gjëra, që pritesh që normat e interesit do të uleshin pak në qershor. Nuk shikoj ndonjë ndryshim, do mbeten po të njëjta, edhe nuk e di për kriptot është pak më shumë problem. Unë do doja një ulje pakën Bitcoin më të thellë personalisht, sepse do doja që të blija në çmim të lirë. Po. E do doja një ulje që të vinte në Bitcoin, sepse të blija dhe çmimi do rritesh prapë. Po. Por janë të zonat e rezistencës në Bitcoin që janë pak problem të thyhen, ose zonat e supportit po ashtu, por më shumë anon çmimi nga short se sa nga long. Këtë javë ndoshta normat e interesit, siç e thash, do mbetet pa ndryshuar, S&P 500 mund bie edhe pak më shumë, kjo mund sjellë edhe pak uljen e kriptove, por dhe në S&P 500 shikoj një support shumë të fortë, paktën tek 20 EMA, që mund të jetë një çmim që njerëzit mund të akumulojnë, dhe mund të fillojnë blej. Por do ta shikojmë duke u bazuar tek ngjarja e luftës. Edhe ngjarja e luftës, po. Për mu, unë në momentin që dolën shifrat e papunësisë dhe punësimit të mira, unë dola dhe thash të Telegrami që nuk do ulen normat e interesit. Kishe gati këtë 2 javë tani që kanë kaluar. Nuk do ulen normat e interesit për atë arsye, sepse do thotë Jerome Powell që vazhdon ekonomia të jetë e fortë. Kur shikojmë probleme me punësimin, atëherë do marrin atë vendimin. Një arsye tjetër për të ulur normat e interesit dhe ishte inflacioni, që të dilte, le të themi, te 2%, vazhdon të jetë 2.4%. Edhe kemi disa javë që themi këtu që jemi në situatë që nuk është bull market as bear market, është një dull market, një market që është në rritje, por një rritje graduale, shumë të ulët ose shumë të pakët çdo ditë. Dhe kjo është situata derisa të krijohet një situatë a më keq ose më mirë. Ndonjëherë do të ndodhi diçka e keqe që të ringjallet. Është si një person që kur i ndodhe keq, atëherë hyn në aksion. Gjatë gjithë periudhës mund të rritë temi të flej gjumë, të jetë më i qetë, në situatën që i ndodh diçka e keqe, atëherë gjallërohet që të zgjidhë problemin. Dhe Amerika ndoshta i duhet, ose dhe ekonomisë globale, një recesion i thellë që të gjallërohet dhe të marrë vendimet e duhura për të përmirësuar situatën ekonomike globale. Dhe po flasim më shumë për Amerikën këtu, po Amerika ndoshta i duhet ai recesioni me patjetër. Edhe është një cikël natyror. Kjo është mendimi im. Tani për normat e interesit, shtatori më duket më pozitiv, që mund të ulen normat e interesit, e vjen që unë mund të ikim me pushime i qetë, edhe të vinë në shtator, dhe atëherë mund të kemi ndonjë val pozitiv në treg. Është gjithmonë kjo periudha e verës, po thoj se gjithë investitorët janë me pushime dhe ndikon edhe pak kjo në treg. Po, edhe po e vure re në fund të majit, u shitën aksionet, u shitën çdo gjë, aty ishte edhe themi ajo momenti që të shisje, unë shita në 100% cash, pastaj riinvestova, ndoshta riinvestimi ka qenë pak i tepërt, mund të isha tregu pak më i kujdesshëm, por me idenë që të kapin ndonjë val për lart finale përpara verës. Nuk e di si ekziston kjo, si funksionon kjo puna e pushimeve verës në fondet e investimeve. Ti ke punuar për një fond investimesh që ka menaxhuar biliona dollar. Si e keni pasur edhe kur vinte vera? Se mund të nisesh edhe nga ky fakt, e kupton që shumica janë në pushime. Unë kam punuar për një vend që bënte value investing, që është investime fatgjase i Warren Buffett.
Edhe ne hym në investime me idenë që të rrim aty për disa vjet, jo të hym në temi në këtë Okay, periudhë. për që ndrysh. Është më shumë të tregtarët që si puna jonë që jemi pak më afat mesëm, që mund shesim të rrim në cash edhe i me pushime qeta dhe nuk merrem fare me këtë punë. Një gjë tjetër që ndodh është që shitet tregu për të siguruar profitin që do merret për 6 mujorshin e parë. Me idenë që s'do kenë mundësi që t'i menaxhojnë ku jam me pushime dhe shesin një pjesë për të siguruar dhe pastaj vinë edhe riblejnë më vonë. Edhe kjo ndodh. Por me investitorë afat gjatë nuk është shumë problem, nuk e vrasin shumë mejen për një periudhë 1 muaj, 2 muaj, po qëndrohen më shumë te periudhat disa vjeçare. Edhe kur ne blejmë diçka ne blishim që ta mashim disa vite. Po. Se ishte nën vlerësuar për shkak ose gjëra të tjera. Okej, të hym analizës teknikale, se unë mendoj që nuk kemi ndonjë gjë tjetër që ja vlen që ta diskutojmë të ana ngjarjeve. Ka shumë gjëra të ndryshme që mund të mulojmë, po për mendimin tim këto ishin dy kryesorët dhe do jetë edhe Jerome Powell të flasim mbas vendimit të normave të interesit. Do jetë javën tjetër. Ajo është takimi i kështarës që duke se fillon sot edhe zgjat për disa ditë. Që mund diskutohet pak, flitet që do diskutohen edhe pak digitalizimi i kripto dhe diçka e tillë. Po, për mendimin tim nuk është që ato marrin ato asnjëherë nuk e kanë pasur në dorë tregun. Kështu që është thjesht diskutimi që çfarë do bëj shteti afat gjatë për energjinë, gjëra të tjera. Po, jo një gjë që do marrë le të themi, do të japin ndonjë shtyrje të madhe tregut. Okej, hym direkt te analiza teknikale, do flasim tani për kriptot, do mbulojmë analizën teknikale të Bitcoinit dhe Ethereum. Fillojmë me Bitcoinin. Okej, përmenda pak të pjesën që kemi pasur një rritje diku te 50% të Bitcoini, edhe tani mund kemi pasur diku te ulje 10%. Ose një le themi çmim mesatar. Ja ku e keni këtu grafikën, 50% rritje, 10% ulje, për mua është një situatë normale, jo një situatë për të friksuar. Deri te zona 94.000, 93.000, 97, këto zona këtu, unë e shikoj si situatë normale, sepse javori vazhdon të jetë bullish, vazhdon të jetë në një sentiment për lart, dhe jetë një dip, një shitje që e bën më interesante, më të mirë për investitorët që ta blejnë dhe pastaj do blihet për mendimin tim. Kjo zona se do heqim sa nga këto vizatime tani, duhet të përqendrohemi te kjo zona e head and shoulders. Ka bërë një shpatull, kokë, shpatull të djathtë dhe këtu e kemi një neckline quhet. Dhe kjo probabiliteti tani do na anoj më shumë që të shkojmë prapë te 100.000. Kjo është zona që unë po studioj dhe aktualisht kemi hyrë short. Një tregtim afat shkurtër, jo afat mesëm. S'du të përmend shumë tregtime afat shkurtër këtu sepse më intereson tregtimi afat mesëm, duhet që ju të mësoni me tregtime afat mesëm që janë pak më serioze, me këto valsi 50% që kemi kapur për lart dhe shorti që kemi kapur këtu 20%. Këto janë çfarë na intereson ne. Po kjo neckline është kyç për tregun dhe po u thy, mendojmë që shkojmë prapë te 103 ose 102 deri te 100. Aktualisht kjo zona e supportit është këtu, deri te 104. Por që ta bëjmë le të themi pak më të ngushtë, e çojmë deri këtu, se kemi pasur support, disa herë support këtu dhe një support tjetër te datën 13 qershor dhe tani rezistencë te emat dhe një probabilitet që do filloj tani
thyrja dhe ristrukturimi të tregut me një rënje deri te 100 ose 94.000. Kjo është situata dhe këtu është mirë që ta studioni me kujdes sepse është edhe një zonë volatiliteti që mund gjej support shumë shpejt, që mund gjej këtu ose këtu dhe po mori një tregtim do të menaxhu me patjetër nga ana short se thithen shpejt ku ka support. RSI-ja tregon shenjë që mund shkoj pak më thellë te kjo 94.000, mund të jetë edhe ndoshta edhe pak më ulët deri te 91, 90, derisa të bëhet shumë i shitur. Por dhe zona mezit mund më intereson sepse edhe mund të thyj pak më poshtë, të vim për lart dhe pastaj merr animi prap për lart. Është për tu parë personalisht afat shkurtër short të paktën deri 100.000 dhe 102.000 kjo zona. Afat mesëm, po që thyet kjo zona 102-101, shkojmë deri te 94. Kështu që mund të rrezikoni, po që doni, nuk jap këshilla financiare, po morë rrezikun të ishte një short nga këtu deri te 100 me idenë që të thyet deri te 94.000. Këtë tregtim kam kapur unë për veten time. Kjo është situata dhe pastaj po që nuk më del kuptoj që ne do menaxhojmë situatën, do dalim, nuk dalem deri këtu lart, se s'ka sens. Struktura thyet te 106. Kemi hyrë te 105, thyet struktura te 106. Kështu që ne një humbje shumë të vogël pranojmë aty, krahasim me rrezikun që ne kemi marrë. Ose ku e kemi vënë stop loss që mund të jetë diku te kjo zona 110-109. Te 107 mund të jetë. Kjo është situata, do menaxhim, kjo duhet me patjetër, jemi në një moment vendimtar, për që doni analiza gjatë javës, mund shkojnë te Telegrami që kemi falas, linkun e kemi më poshtë te përshkrimi. Kleo, ndonjë mendim këtu apo po e lëmë kaq? Nuk është është një analizë. Atë mendoj. Do të shikojmë. Kemi tregtuar bashkë. Ethereum më ka pëlqyer shumë te kjo lëvizja në thyrje këtu te 2550 dhe këtu tregtova për lart me ide që do thyet strukturat dhe do vazhdonte më lart tregu, kuptohet që u shit me këto lajme dhe ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur, pasiguria dhe inflacioni e gjëra të tjera. Supporti vazhdon të jetë kjo zona, mund të jetë dhe pak më i thellë deri këtu, po kjo zonë më intereson mu si zonë finale për një support. Mu vazhdon të pëlqej Ethereum për një konsolidim. Kjo zona këtu është edhe një zonë supporti të javori. Kështu që edhe por mund gjeni një support dhe pastaj të vazhdoj për lart. Por jo shenjë pozitive konsolidimi kaq i gjatë këtu. Tregon që nuk ka fuqi për të blerë, ose tregon që institucionet po e lëvizin çmimin me një zonë që ta akumulojnë për afat mesëm ose afat gjatë. Ethereum ofron një RR më të mirë për institucionet dhe kemi parë lajme që BlackRock, institucionet e tjera kanë blerë, dhe po shkoj prapë te all time high, shikoj se çfarë RR-je mund të realizojmë 1.10 me këtë tregtim nga 2550 që mora unë. Unë shita pozicioni me pak profit, por do të thojë që jam gati që të ripozicionohem te kjo zona për këtë 1.10. Kjo 1.10 është një tregtim që besoj i pëlqen të gjithë investitorëve dhe institucioneve, dhe ndoshta arsyeja pse po rrin kështu çmimi është që pa akumulohet në këtë zonë. Shikon, poshtë e lart, zakonisht janë zona akumulimi për këtë rritje. Dhe ndoshta mund na vi ajo alt season. Do shikojmë se si do çfarë katalisi do ndodhe në treg që të na vi kjo rritje. Për ndryshe shkojmë prap te çmimi 2100 që kam përcaktuar edhe javën e kaluar, ndoshta edhe 1900-1800. Kjo është situata në kripto, nuk shikoj ndonjë kripto tjetër që më pëlqen ose ka ndonjë mundësi. Të gjitha janë në këtë situatë. Kemi
kriptot e tjera altcoins që janë në një situatë le të themi pak ndryshe nga Ethereum që ka gjetur support dhe Bitcoini që ka akoma konsolidim dhe support në të zona 100.000. Këto kriptot e tjera janë gati për të bërë një double në bottom të ditori. Ose një higher low të formuar mirë të kjo zona këtu. Për një dip që mund të hajt diku të 70% të lëvizjes që bërin nga prilli deri në fund të majit ose mezi majit, kurse Ethereum dhe Bitcoin mund të hajnë më pak. Mund të hajnë më pak investitorëve nga fitimet e prillit deri në maj. Kaq është për kripton. Do flasim tani për S&P 500. Flasim për mendimin tim, flasim për VIX-in, me që e përmenda VIX-in që i duhesh një rritje VIX-it me ato nivele që ishte shumë i ulët, edhe mos kishte ndodhur ngjarja do dilte ndonjë arsye tjetër ose një katalist tjetër që do ta shfrytëzoshin investitorët për të bërë shitje ose për të friksuar. Ku kemi këtu, ta bëjmë këtë shpejt në analizën. VIX-i, arsye pse unë prisja këtë rritje është sepse historikisht te kjo zona të RSI-ja, VIX-i ka bërë rritje. Kemi dhe një bullish divergence, tu po unë paraprita këtë bullish divergence, edhe pastaj shikoj rritje. Unë kam disa javë që e përmend këtë pjesë që mund të shkojmë për një rritje, kam përmendur dhe zonë tjetër që mund të shkojmë deri këtu, në situatën që mund të bësh dhe me ullët VIX-i. Kjo do na çonte në S&P 500 dhe 6.300, 6.200. Ne arritëm diku te 6.000. Sa kalon pak 6.000 dhe pastaj tani jemi në rritje. Për anën e normalizimit të VIX-it, ndoshta vinë te kjo zona ku jemi tani dhe pak më lart. Shikon te 56. Kemi gjithmonë një zonë te 55-56 që normalizohet VIX-i, po që nuk ka ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme si ngjarja e prillit dhe ngjarja e gushtit që patëm atë Black Swan event atje me atë Japanese Carry Trade që quhet ajo, që ndodhi në gusht të vitit kaluar. Kjo është gjendja e VIX-it, unë mendoj që do të normalizohet. Kemi edhe javën që do vi tani ndonjë shitje, ndoshta nga ndonjë ngjarje tjetër lufte me Iranin, ose të bashkat, mund të jetë të dy ngjarjet bashkume dhe normat e interesit, ndonjë lajm ose ndonjë gjë që mund të ndodhë me normat e interesit. Nga ana e S&P 500, tani do flasim për S&P 500, Nasdaq, Russell, dhe pastaj do i marrim me radhë ca tjera. Atë që përmendi Kleo është normale. Shikoj këtu grafikin që unë kam vizatuar dhe kam darë të Telegrami. 25% rritje për një muaj e ca, te S&P 500 është një rritje e jashtëzakonshme. Një ulje 2% deri te 20 EMA ose edhe një ulje deri këtu për 5% nuk është anormale. Sepse ka dhënë 25%, ulet 5%, prap tregu është pozitiv për këtë periudhë, 1 muaj, 2 muaj, dhe ringjallet tregu në këto zona. Bëhet më i pëlqyeshëm dhe interesant për investitorët dhe tregtarët, dhe për mua dhe për Kleon dhe për gjithë që jemi këtu, ishte mirë kjo lëvizje, thjesht se si manovron ti të këto ulje. A je le temi në një zonë të rrezikshme se ke investuar shumë, apo je le temi cash? Po je cash, je okay. Që ne mundohemi që të jemi cash në këto situatë. Por 20 EMA do ishte normale dhe 20 EMA të bënte një bounce dhe pastaj të na çonte pak më lart, të thynte këtë all time high. Dhe ishte më mirë, po shikojmë situatën si do na hapet javën që do vi. Unë mendoj ndoshta ndonjë ulje pak më thellë ishte. Okay. Dhe këtu kemi, shikoj, Nasdaqun që po bën këtë, unë prisja ndoshta një rritje deri këtu dhe pastaj një shitje më thellë. Dhe ajo mund të ndodhi, sepse mund të kapi 21.400, vazhdoj dhe herë për lart, një falcë finale, të bëj le temi një bearish divergence,
te RSI-ja dhe pastaj një ulje më thellë që të normalizoj çmimin për verën dhe të filloj cikli në tetor. Kjo do ishte le të themi çfarë do doja unë si një investitor që jam me pushime në verë. Russell 2000 filloi që të thynte këtë strukturën, vazhdoi për lart, unë prisja një rritje deri këtu dhe pastaj një ulje. Nuk ka ndodhur kjo rritje. Mund të ritestoj këtë vizën e trendit dhe këtu do ishte një zonë interesante te 2000 fix, 2020, diçka tillë ishte zonë interesante, po e mbajti këtë zonë. Për të filluar që të investosh te small caps, kompani të vogla, të si altcoins të tregu i aksioneve. Shikojmë tani kaq ishte për tregun e aksioneve. Do flasim tani për dollarin dhe madhrat kryesor si floriri, silver që unë kam tregtu, platinum që ne kemi munduar ta tregtojmë, po nuk e tregtum, e ndam falas në Telegram si një tregtim për short dhe ka ecur shumë mirë, dhe disa madhra të tjerë kryesor. Flasim për dollarin. Dollari vazhdon këtë ulje dhe duke qartë tani që do bëj këtë bearish divergence. Shikoj, RSI-ja nuk ka fuqi në shitje, çmimi po bëhet më i ulët, bearish divergence është pak a shumë gati për një rritje të dollarit në këto javë. Shikojmë. Kemi dhe frikën që po ushit tregu pak më shumë, që edhe më ulë dollari. I bi që do të shkojmë me pushime në Amerikë, se kemi të lirë. Po kjo është temi situata e dollarit, kjo zona priteshe, ja ku e kam unë të vizatuar këtu. Unë personalisht prisja një rritje pak më shpejt, po jemi këtu tani për momentin. Dhe jemi okay. Kur të rritet dollari, do shta kryen ca çrregullime të tregjet e tjera. Mund bi që mund kemi edhe një ulje më thellë, se po ul tregu dhe dollari njëkohësisht, dhe pastaj ulet dollari dhe më thellë, rritet dollari mund të shkaktoj një ulje më thellë dhe të tregjet. Që mund të jetë ajo crashi që ne presim. Gjithsesi, unë mendoj që botëm e kemi mrena në treg, te ajo zona e prillit për momentin. Nuk është që kemi ndonjë ulje më thellë për momentin. Shikojmë naftën herë, US Oil. Nafta pati këtë shpërthim këtu si për kësaj zone që unë e kam përmendur. Shikoj, kjo ishte zonë ritestimi që unë e kisha, dhe ja ku keni pasur dhe vizatimi nga javët e kalume që një tregtim në thyrje këtu ishte për long, dhe ja ku jemi ka kapur dete 1.5. Mund t'i keni shikoni video e javëve kalume që kemi të dark të si analizë, dhe ja ku kemi dhe rezistencën këtu që është thy. Këtu mund të kishe bërë një blerje, ose këtu poshtë, për jedoje pak më agresiv, konservativ këtu, agresiv këtu, dhe ja ku e ke rritjen. Shitje normale, kur ka këtë lloj rritje, edhe mendoj që duhet normalizohet i çmimi dhe pastaj shkojmë për më lart. Shikojmë. Kemi floririn. Floririn, mu lëmë dhe platinum që ndam dhe të ako kemi floririn këtu që unë kam menduar që do shkonte për long. Të analiza këtu e shikon për lart dhe mund shkoj ndoshta edhe më lart, po që vazhdojnë këto situatat e paqëndrueshme në treg. Po bërë një dip deri te kjo viza trendit këtu, prap bëhet shumë interesant për të bler. Nuk ka bërë këtë strukturën që unë kam pritur, ka thyer këtë strukturën që këtu, por një ulje deri te çmimi 3200 ishte interesante për ta bler pak më lirë për një rritje tjetër. Unë personalisht nuk shikoj ndonjë mundësi këtu afat mesëm akoma. Unë do doja një ulje më thellë. Edhe pastaj platinumi, me që e kemi
kemi ndarë. Kjo nuk do të jetë. Kjo do jetë e fundit për sot, po Platinum. Ne kemi parë një rritje të jashtëzakonshme këtu, shikoje. Shumë të fuqishme, rësije shumë e blerë dhe kemi thënë te Telegrami që shikoni pra fat shkurtër, ndoshta te një orarshi ose te 5 minutë, një ulje që mund të tregtoni. Këtu do ishte një zonë që do të ja vlente. Kjo lëvizje ka kaluar. Unë mendoj që mund vazhdojmë akoma ndallgët për poshtë. Do ishte le të themi support këtu, pastaj rritje, pastaj ulje deri këtu dhe pastaj fillon ndoshta në ndonjë ringjallje. Këtë ishte normale në treg ku ka bërë këtë lloj rritje nga prilli deri këtu. Është për të parë situata. Këto janë, Kleo, do gjë tjetër për të shtu këtu apo ta mbyllim me kaq? Mbyllim. Kjo është analizë e shkurtër, e saktë, besoj, pra shikimin e Po, dhe të gjithë të gjuhëzve ju sugjeroj që të bëheni pjesë e Telegramit dhe keni falas, nuk kërkojmë asgjë aty. Është një komunitet që kemi krijuar falas, kemi 1300 antar. Dhe antarët e tjerë komunikojnë me njëri tjetrin gjatë javëve, ndajnë ide, mendime, analiza. Dhe unë aty ndaj analizat e mia gjatë javës, ku ka ndonjë situatë të rëndësishme, mundohem që t'u ndihmoj me ndonjë mendim dhe analizë, dhe ndonjëherë ndaj edhe ide si Platinum Short ose Ethereum Long që ka edhe 2500 që po nuk eci sepse ngjarën tregut, eci le të themi deri te 2800 që mund ta kishin tregtu. Dhe idetë që mendoj unë që janë më të sigurta për tregtarët fillestar, me idenë që ju të ndihmoni sepse unë nuk shes sinjale, nuk ofroj këto shërbime, dhe është një mundësi e mirë për të ndihmuar gjatë javës. Kleo, ndonjë gjë tjetër? Faleminderit gjithëve dhe shpresoj që ju ketë informuar dhe t'ju ketë ndihmuar kjo video që ne sapo incizuam. Do të shihemi javës tjetër. Po, dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, Po, në YouTube. Kjo do jetë mjeti numër 1 për ne dhe zhvillojmë nga shtatori në një kanal më edukativ dhe të rëndësishëm për shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit.